Një ditë pas protestës të mbajtur në Tetov për emrat e rrugëve, kryetari i Dekës së Bashkimit Demokratik për Integrim në Tetov, Bajram Rexhepi, ka njoftuar se mbrëm u ka dërguar një shkresë misioni të OSBE-s në Shkup dhe ambasadave të shteteve mike të akredituara në Republikën e Maqedonisë së Veriut, duke informuar për veprimet e komunës së Tetovës që kanë ndikuar në organizimin e protestës qytetare të 11 korrikut. Ai akuzon komunën e Tetovës se ka përdorur siç tha metoda mesjetare për të penguar protestën dhe për të nxitur incidente. Ai tha se në të njëjtin vend dhe në të njëjtën kohë, komuna e Tetovës vetëm një ditë para protestës njoftoi organizimin e një aktiviteti tjetër, ndërsa tha se për protestën janë informuar organet kompetente një javë më parë. E konsiderojmë këtë qasje si një veprim të papranueshëm dhe të papajtueshëm me kulturën politike demokratike, shfrytëzimi i autoritetit dhe i resurseve të pushtetit lokal për të mbivendosur një aktivitet tjetër mbi një protestë qytetare, përbën një formë presioni institucional dhe një përpjekje për ta kufizuar në praktik lirinë e tubimit dhe të shprehjes. Për te i dimenzionit politik, ky veprim krijon edhe një rrezik serioz për sigurinë publike. Për këtë kanë reaguar edhe nga partia Vlen, të cilët e udhëheqin komunën. Ata theksojnë se pretendimet e BDI-s për pengimin e protestës janë edhe një përpjekje për të mbuluar realitetin. Sipas tyre, BDI nuk arrin më të mobilizojë qytetarët si dikur dhe kërkon alibi për dështimin e tyre politik. BDI duhet ta kuptojë se Tetova nuk është pronë e askujt. Koha kur kjo parti besonte se mund të fliste në emër të të gjithë shqiptarëve ka përfunduar. Qytetarët kanë zgjedhur ndryshimin dhe nuk do të kthehen pas. Sa më shumë që BDI organizon protesta për të shpëtuar veten, aq më shumë dëshmon se nuk ka më as vizion, as besueshmëri dhe as përgjigje për dështimet e saj. Nga Vlen theksojnë se BDI protestoi për privilegjet e humbura e jo për Tetovën, ndërsa shtojnë se ata mbeten të përkushtuar që çështja e emrave të rrugëve në Tetov të zgjidhet në mënyrë ligjore, institucionale dhe në interes të qytetarëve.